Jemi me lajmin e fundit, do të shkojmë drejt për drejt në Kosovë, aty ku përmbahet seanca e jashtëzakonshme parlamentare për zgjedhjen e presidentit. Kuorumi duhet jetë 80 deputet. Shohim si do të shkojnë punimet e drejton seancën Albulena Xhiu. Ndjekim punimet. Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas kushtetutës, ligjeve dhe rregullorës punës kuvendit. Ju lutem që të uleni dhe të mos pengoni zhvillimin e kësaj seance. Të nderuar deputet, ju lutem që t'i zini vendet tuaja dhe të mos e pengoni zhvillimin e kësaj seance. Në këto rrethana të gjithë 120 deputetët e kuvendit duhet të ndjehen të obliguar, sipas kushtetutës, ligjit për deputet, rregullorës kuvendit dhe kodit sjelljes të marrin pjesë në seancat e kuvendit dhe të përkrahin procedurat që parashihen aty, por mbi të gjitha, një obligim vizavis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata. Aktgjykimi thot që zgjedhja e presidentit Kosovës, i cili sipas Neni 83 është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është e një rëndësie kaq të madhe sa që të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç nëse ju lejohet nga kryetari i kuvendit të mos marrin pjesë pra në procedurën për zgjedhjen e presidentit siç paracaktohet me Nenin 86. Unë kam para vetes vetëm një njoftim për mungesë në këtë seancë, dhe që është nga deputetja Afërdita Hajrizi, e cila thekson që për arsye shëndetësore ka pasur të pamundshme që të jetë fizikisht në këtë seancë. Pra e kam vetëm një njoftim për mungesë në këtë seancë të jashtëzakonshme. Për shkak të rëndësisë së kësaj çështje, më lejoni ju lutem që të adresoj edhe disa çështje që ndërlidhen me detyrimin e deputetëve për qenë të pranishëm në seancën e sotme. Pra, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, deputetët janë të obliguar të ushtrojnë mandatin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe të mos pengojnë funksionimin e institucioneve kushtetuese. Si po ashtu, pra, bazuar në aktgjykime të cilat e bëjnë të detyrueshme pjesëmarrje në seanca dhe votimin pro, kundër ose abstenim. Pra rastet janë KO 29-11, KO 124-25, ku zbatimi i detyrimeve nga aktgjykimet është konfirmuar edhe nga aktgjykimi në rastet KO 193-25 dhe KO 196-25. Po ashtu, për të mbështetur këto argumente, më lejoni që t'i referohem edhe raportit Komitetit për çështje politike dhe demokratike, marrëdhënia në mes të mazhorancës parlamentare dhe opozitës në demokraci. Ky raport thot se është e pamundur të ndahen të drejtat e opozitës nga përgjegjësitë e saj. Ato përbëjnë gjithashtu detyrime që duhet të përmbushen në një mënyrë që siguron që e mira e përbashkët të ketë përparësi ndaj interesave afatshkurta të partive dhe dallimeve politike. Ky raport i referohet gjithashtu parimeve mbizotruese të vendosura nga Komisioni i Venecias, që duhet respektohen gjatë funksionimit të parlamentit. Ndërto si vjen, vendimarrja efikase, shumica duhet jetë në gjendje të ndjek agjendën e saj politike, ndërsa opozita nga ana e saj nuk duhet të angazhohet në pengimin e qëllimshëm të punës normale të parlamentit. Ndërveprimi midis shumicës dhe opozitës duhet të respektojë gjithmonë domosdoshmërinë për të siguruar një ekuilibër të drejtë midis interesave legjitime të shumicës dhe atyre të opozitës, me të dyja palët që mbajnë një detyrim politik për bashkëpunim besnik dhe konstruktiv. Edhe në përmbledhjet e opinioneve të Komisionit Venecias, duke ju referuar pjesës në opinionin për Malin e Zi, më lejoni që të adresoj një pjesë të kësaj. Këtu thuhet që opozita duhet të shprehë pikpamjet e saj në parlament dhe bojkoti justifikohet vetëm në mënyrë të jashtëzakonshme. Nga këto konstatimet paraqitura më lart, është më së evidente që veprimet e opozitës, pra për të bojkotuar seancën për zgjedhjen e presidentit, janë në kundërshtim me këto parime të përcaktuara. Po ashtu, bazuar në rezolutën për Armeninë, Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës 2560 të vitit 2024, thuhet: një bojkot i organizuar i punës së parlamentit nga opozita është i lejueshëm vetëm në rrethana të rralla dhe ekstreme, ku vihet në pikpyetje legitimiteti i parlamentit. Ne nuk e kemi një rrethanë ku vihet në pikpyetje legitimiteti i parlamentit, kuvendit të Republikës së Kosovës. Prandaj e ftoj opozitën sërish që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit, pra të vinë në këtë seancë të jashtëzakonshme të cilën e kemi nisur dje.
dhe për t'i dhënë mundësinë atyre që të jenë të pranishëm në këtë seancë, edhe pas të gjitha këtyre leximeve që i bëra bazu në gjykimet të gjykatës kushtetuese, opinionet e Komisionit të Venecias dhe raportet e Asamblesë së Këshillit të Evropës, po e vazhdojmë këtë seancë në orën 2. Pra shihemi në orën 2. Seanca është hyrë për në orën 2, ndërkohë që nuk plotësoi kuorumi i dur për të vijuar procesin.